Ne do të rikthehemi Shqipërisë prodhuese. Do të krijojmë mjedis të shkëlqyer për biznesin. Mos harroni se ka patur raste në vitet 2005-2013 që Shqipëria renditej e 13-a e 18-a në botë për klimën e biznesit. Dhe ajo bëhet, sigurisht, po bëhet, ajo kërkon që të mos i shohësh për t'i vjedhur ata. Ajo kërkon që ti trajtosh barabart para ligjit dhe të pranosh praninë e tyre. Kështu që do të nxisim prodhimin me të gjitha mundësitë. Nuk ka vend më të pasur, ju them unë ju, nuk ka vend më të pasur. Ka çdo lloj minerali, po thuaj. Ka ujëra më shumë se çdo vend tjetër i Ballkanit. Ka naftë, rezervë, ka fushën më të madhe të naftë onshore të naftës në Europë. Ka brigjet më fantastike. Pra, Made in Albania do të jetë krenaria kombëtare. Do t'i ulim tani ato, do alam pak historinë punën e vetë dhe do merrim me veten tonë. Do bëjmë historinë me Made in Albania, në mënyrë që shqiptarët jetojnë në të mkëmur, pa dhimbje, me prodhimit e tyre dhe të ecin dhe në botë me këto marka. Madhështore Shqipëria. Ne kur nuk bëhesh i madh po s'pe ëndra të mëdha. Ëndra dite kam fjalën, jo ëndra nate, ëndra dite. Jo, është kushtja. Është kushtja, o them unë ju. Dhe po marrim vetëm një moment, jam